di shumë mirë. A të ka ra kutia Pandorës? Jo. Këtu e ki Pandorë kemi pas gjithë ditën këtu në E ta që ki mundësin me përjetu atë ndjesin. Atë emocion, kështu që të doj të dalësh nga studio edhe të shkosh në një ambient tjetër. E ki një sfit, prej sfitës më varet a ki me u këthi në studio ajo. Më përzut në duke. Jo. Pres ma petë se do të lasin për deon pa alumin, ej. Okej, ku do shkoje? Majtas, Adiatas? Majtas dhe para kutis. Dhe para kutis në spike. Ku është kutia, moj? E ke aty, besoj? A është kutia aty? Po. Shkoju në? Te? Aty. Okej. Viola, është në emocion, po. Qa do më bësh ti mua? A je gati të hapësh kutin? Po jam, vetëm të lutem, inshallah s'ka ndonjë ngjarje, përse për zotin s'u Jo, zarfi i kuq edhe zarfi i art. Sigurt. Zarfin e kuq të parin. Ka kimikati këtymi? Aj, nuk i di kimikati. Se për kukesh. Nësi ka i flaka zarf. Ta hap, ta lexoj që ti bëj. Bëlle kutin të shohem mirë edhe na. Hape dhe lexoje me zë klarë. E, zoti madh, ç'a të bën shoqja? Djola, ti ke hapur kutinë mistike. Për të fituar zarfin e art, ti duhet të përfundosh një sfidë. Qëndrova me një këmbë. Telefono dikë. Dhe thuaj që e dini se sa gjëra healthy ka hamburgeri dhe sanduiqet, duhet të jetë shumë bindse. Seriozisht e ke? Po, duhet t'ja bësh një prank dikujt. E di që s'është e zakonshme dhe kush do, këndo që e telefonon ka me qenë shokuse kjo. Jo, ka mallë se do mshaj, prandaj ka mallë. Duhet ta bëj tash këtu? Po, nëse ki telefonin, vendos kanë për telefonin. Prandaj thatë që merri telefonin me vete. Kanë po e telefonon Diol. Gocën. Njëra kush të ma hapi telefonin, po provoj me Blezën. Thuj, po a e dini sa të mirë janë hamburger? Nuk e kisha ditë. Sa më shumë... Më fal, a ka mundësi t'i kthej vetëm pak një përgjigje e rrollë se më ka shkruar diçka? Qa ka thonë? Nuk e them dot. Qa ka thonë moj? Garant ka thonë që është e vërtet që unë jam me fat. Okej. Alo? Alo. Bleza, qa po bën zog? Jo, jam kape, dal jashtë. Mirë, unë dua vetëm të them, po nëse je me shoqëri... Ja, përse po dal jashtë, një sekundë, bëdhe një mjatë. Okej, s'ka ndonjë gjë kështu të veçantë, po vetëm do e thosha diçka. Wait. Okej, folja. Jo, do e thosha... Se isha, jam me shoqja. Do e thosha këtë që po lexoja një artikull që ma ka ashtu trurin fare, edhe thoshte që duhet hani kështu sanduiqe gjëra se janë shumë të mira. Kupton, kështu që mendoj që duhet ta ndryshojmë këtë mënyrën e të ushqyerit që ju kam bërë deri tani. Më dëgjon Bleza? Të dëgjoj veç that's not you. Prandaj jam shokuar. Çfarë po thu me ndryshu si deri sot të ma bën mu mos ha tash ma bën ha? Po studimi, mam. Moj, a ke pina gjatë që është ma jote? Okej, mam, të dua, I love you, flasim më vonë, bye, shpirtim. Qa ke pi, moj? Tung, mam, ciao. Moj, pse si të regove që është prank? Tregoj moj pirë, tregoj që është prank. Pastaj se janë nisi të mësë ke piti shka. Bravo, Diola! E ke qatë! E ke fitu zarfin e artë. Diola, mere zarfin tjetër, dhe lexoje. Ato kimikatë që i qonë ajtimi nuk e di, kështu që pa rrezik sonte. Okej. Nësi ka hi flaka, se arta e ka dhenës. Dhe ta mbyrë. Nëse më blokojmë mu shkrit, ju të dy keni fajet. Jo, arta e ka vala. Urime Djola, ti ke përfunduar sfidën me sukses. Shpërblimi yt është një nga parfumet. Nuk e di pse këtë fjalën parfumi lexova si apartament. Ua, Djola! Hajde qenë sa ti kemi këtu. Një nga parfumet më të kërkuara nga Piano Parfum, një aromë fantastike ku të gjithë pyesin për të.
Përgjigja është e thjesht, piano, parfum. Piano, piano, grazie mille. Hajde në studio, Diola në studio, ke qenë fantastike, ha? Studimi, moj. Këqa ke pi, mam? Studimin. E se kujtove vetëm ti me dhurata, moj. Ajo është një aromë që s'keme trahtu ma asë njëherë. Se unë vetëm ti u përshaktu Shumë faleminderit. Studimi, moj, studimi, Studimi e ka fajt. Se më si tregonve vajzët që është prangë, se po shkëm pa në hamburger ajo tash. Hajt, s'ka gjë, me siguri e ka thirur e roldin ajo tani. S'ka ronë ajo me siguri. Ua, ishte shumë funny.